Do të flasim me ish antarin e Këshillit Përgjithshëm të Partisë Guxo, nga Zvicra, sot është Aqer Shala. Flasim për zhvillimet e fundit, por gjithsesi kur përmendet Partia Guxo duhet të pyesim edhe për propozimin e nxjerrës së fundmi që Vjosa Osmani të kandidohet për një mandat tjetër si presidente e vendit. Tunxhatjeta zoti Shala. Faleminderit, përshëndetje. Juve në studio dhe të gjithë shikuesit që na ndjekin. Faleminderit shumë, të më ndihmoj regjia që të dëgjoj më shumë dhe më mirë në studio. Besoj se tani... Po se edhe më po vjen zani me shkputje dhe me një eho kështu. Tani jemi në rregull? Po tani po. Tani jemi në rregull, po janë të mrekullueshëm. Zoti Shala, ju jeni në Zvicër, si po e shihni këtë që po ndodh rreth çështjes së presidentit, që prej kohës rreth muajit mars e tutje, veçanërisht pas vendimit fundit gjykatës kushtetuese që i dha ditët e caktuara e që i bie afat kushtetues deri nesër. Si e keni parë gjithë këtë zhvillim? A shihni ju si mungesë e vërtet reale e konsenzusit në mes subjekteve politike, apo sikur se po thonë shumë edhe ju keni të njëjtin mendim që është strategji e menduar për të përballë me gjujtje faji her një anë, her një tjetër në mënyrë që të shkohet në zgjedhje? Po, faleminderit. Ndërgjë, pasi që jam mërgjimtar i Zvicrës që 35 vjet në Zvicër, po jam edhe me shpirt e me zemër e me pjesë familjare ligjdore në Kosovë. Atëherë është pjesë e pandashme edhe e identitetit tim si shqiptar që jetoj dhe veproj në Zvicër. Na e kemi një problem se e shohim problemin e zgjedhjes kryetarit nga një kant vështrim jashtë vorbullës politike që po zihet në Kosovë me partitë politike. Jemi pak me kryq stoftë dhe pak ma me mendime të racionale që janë orientim i plot ka zhvillime demokratike dhe stabilizimi demokratik ka Evropa. Pasi që çështja e kandidatit për president nuk është çështje veç personale, kështu thjesht paraprakisht duhet që kandidati për kryetar të plotësoj 3 kushte elementare sipas mendimit tim dhe sipas mendimit të shumicës që jemi në diasporën. E para është legitimiteti demokratik i kandidatës ose i kandidatit. Çfarë nuk kupton? Këtë e kuptoj me kapital elektoral. Pra, legitimiteti demokratik rrjedh nga kapitali elektoral. Nga vota. Vota dhe ky kapital i jep legitimitet të pakontestueshëm kandidatit për kryetarin. Në këtë rast, zonës Vjosa Osmani. Mirë, po në mënyra se si po flasim, po thonë se kandidatët duhet të jenë nga jashtë politikës, apo bëhet pra me qëllim për ta eliminu potencialisht Vjosa Osmanin? Tash mund të ketë mendime të ndryshme, po mund të jetë edhe ajo. Po ka vend për një mendim ndryshe. Këtu kushtetuta e Republikës Kosovës e cakton kryetarin me një marrëveshje politike dhe jo apolitik. Thjesht, me pasdasht me qenë apolitik, kushtetuta kishte mujt me rregullue zgjedhjen e kryetarit si zgjedhjen në Serbi, Maqedoni edhe Malzi, me votë drejt për drejt popullit. Prandaj nuk duhet të largohemi nga rrjedha ose drejtimi i kushtetutës që na presidentin duhet ta zgjedhim jo apolitik, po politik, po me një konsenzus të gjitha partive që të jetë i përshtatshëm për gjithë. Mundësisht. Jo, sepse na jemi njerëz dhe tentojmë ka perfeksionizmi, ashtu të thëmë, po nuk mund me arritë sepse është shumë vështirë. E dyta, mendoj se është konsolidimi shtetëformuese zonja Osmani në një mënyrë apo tjetër, në gjithë këtë vorbull politike dhe kundërshtime irracionale ta quajtë partive politike qoftë pozicë qoftë opozicë, ka mujt me marrë në çato kushte një balancim sadopak që vlen për tu vlerësuar. Duhet për tu vlerësuar.
Dhe e treta, që momentalisht unë mendoj se është më e rëndësishme dhe del në rënd parë, për shkak se këtë një geopolitike është kredibilitetin ndërkombëtar i pakontestueshëm i zonjës Vjosa Osmani. Të ditë që në geopolitik ka ndrue tash situata, është duke u kriju një rënd i ri botëror, rreshtimi ka rol krucial për Kosovën se në cilin krah duhet të rreshtohet. Unë mendoj, si të gjithë ne që jemi shumica, që unë kam kontakt në Zvicër, me mërkimtar, edhe në Kosovë gjithashtu, pozicionimi i Vjosa Osmani të bëj qartë me Evropën, Paktin Atlantik, Euroatlantik dhe përfundimisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye me presidentin Donald Trump. Ajo u pa qartë në themelimin e bordit pas në Davos, ku meritat e Vjosës ishin të pakontestueshme, roli i saj ishte i pakontestueshëm. Ndërsa u kurorzu me krijimin ose me themelimin tamam institucional të këtij bordi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku presidenti Trump qartazi ja bani me dije jo veç Evropës, po krejt botës se Vjosa është pjesë e pandashme e këtij bordi dhe Kosova do të ecë në hap me interesat e Amerikës aty ku jemi edhe aty ku do të vepron Amerika dhe ne do të jemi. Prandaj nuk don koment kjo për ata që i kanë dy fije mend në politikë ose ata që e kuptojnë politikën ndërkombëtare. Ishte një mesazh i qartë, jo i kodum, sikurse përpara që kanë qenë principet me kode me u dhënë ato selamet, ta flasë pak më popullore, po ishte tamam pa dorza për krahë atij kur i thotë çon kom une nëse ki probleme me këtë duqishëm edhe me se vinë gjysmë asë në telefon, unë e zjedhe problemin. Prandaj, nuk s'du ta komentoj më shumë. E qartë. Ashtu edhe i tha dhe dëgjuam të gjithë, mund të më thrasesh kur duash. Tani, guxo në fillim ishte lista Vjosa. Ne kemi bisedu bashkë kur u largua një pjesë e konsiderueshme degëve, antarëve të Këshillit Përgjithshëm të Partisë Guxo të tjera. Nuk dua të flasim çështjet e njëjta, por ja që disa gjëra dhe diktojnë, disa zhvillime dhe diktojnë. Të kujt janë tash Partia Guxo, deputetët e Partisë Guxo? A janë të Vjosa Osmanit, a janë të vetëvendosjes? Ndëgjo, për hir të realitetit, të gjithë delegatët në konvent të Partisë Guxo janë vullnet dhe shprehje e lirë e votimit të ish antarëve ku edhe unë kam qenë pjesë asi grupimi partijak i Partisë Guxo. Por në kronologjinë e ngjarjeve që ka ndodhur dhe që ka ardhur deri te kjo, dihet se themeluesi i parë dhe ideatori dhe themeluesi i parë është kryetaria Vjosa Osmani. Po tash ka ndryshuar situata, nuk e di pse, deri 2 javë ose 3 javë para se del me një mendim krejt ndryshe zonja kryetare, bashkëkryetaria Donika Gërvalla, e ndron mendimin dhe pas sqaru se pse. Pakten bile me di për çka me njoftu elektoratin, na nuk kemi të njoftuar dhe për ata sy një pjesë nuk po shohën ato, një pjesë bukur e madhe, sipas mendimit tim, janë largu, sidomos në Zvicër, një jo pjesë e madhe, po gati tërësisht janë largu nga kjo vijë e qëndrimeve edhe e veprimit ose hapit pa matur të zonës Gërvalla. Qartë, por çfarë ndikimi kanë deputetët e Guxos në koalicion të qeverisës? Nuk e di. Nuk keni kontakt? Mundësia atyne është ashtu që tash vendos kryetarja zonja Gërvalla dhe e lo që mos përzihen tashmon ato punë, se nuk duhet të përzihen, të vendosin, i kisha këshilluar që në rënd të parë ta kenë shtetin e Kosovës, e në rënd dytë ta kenë partinë.
është obligim moral edhe është obligim i votës. Jo veç kandidatët të listës Guxo, po të gjithë parlamentarët e Kosovës, që janë në Parlament të Kosovës, që paraprakisht, para çdo gjëre të kenë parasysh mirëqenien edhe shtetin e mandej partinë ose grupet interesit që ka e aty më në partisë. Mendimin. Po deputeti Haxhi Avdyli, javën e kaluar postoi një foto me ish presidenten Osmani. Cili është pozicionimi? Dini ju, keni informacion më tepër për të ndarë me publikun? Për hirtë sinceritetit, une e pash, po e kom dëgju edhe kur ka reagu në mënyrë publike, mirë po nuk e di se ka hostë pozicionimi ti edhe ku qëndron me ato. Po tuk që ka do një fotografi me Vjosa Osmanin, atëherë une mendoj që na hasmëri nuk kemi me zveti. Edhe nëse zoti Avdyli qëndron në Guxo ose jetë si në grupin parlamentar të vendosjes, ato marrëdhëniet nuk harrohen, ato të mirat e puna që është kryer bashkërisht për një kohë të gjatë, nuk harrohen, edhe nuk është e ndërgjetshme ajo ashtu për me i harru të natë. Kohë të gjatë në çfarë sensi thua, se 5 vjet janë parafërsisht që kur është formu Guxo? 5 vjet këta përfaqësues të Guxos në parlament kanë qenë mbështetës të fuqishëm të Vjosa Osmanit, po kanë qenë edhe mjaft korrekt në përkrajjen e politikave që i ka udhëheq kryetari i qeverisë zoti Kurti. Megjithatë, nuk ka pas mundi. Megjithatë, ata deputet të Guxos nuk e propozuan për presidente Vjosa Osmanin, e propozoi LDK-ja tani në këto zhvillimet e fundit. Si pas disa njoftimeve që i kam, ajo nuk do të shona në spekulimet, se ato janë thashe thena, pengesa kryesore është zona Gërvalla. Unë do t'ja kisha kujtu zonjës Gërvalla, sepse kam qenë bashkëpunëtor i ngushtë i saj në diasporë, unë në Zvicër, ajo në Gjermani, kur oshtarët si kryetare e Lidhjes Demokratike në Gjermani në kuvendin e Lidhjes Demokratike, është të hekë zvarë për aty dhe i vetmi person që ka mbështetë dhe ka si shihet publikisht që ka qenë Vjosa Osmani. Edhe ardhja në çdo pozitë ku është, në çdo pozita që në fillim ka qenë edhe tash është si produkt, si rrjedhë e përkrajës nga vetë Vjosa Osmani. Okej, po bëri mirë LDK-ja? A është e sinqert me propozimin e Vjosa Osmanit? A është lojë politike, sikurse po konsiderohet shumë jo seriozitet, si nga vendosja kur kërkoi emrat, ashtu edhe nga subjektet tjera, PDK, LDK, kur ju përgjigjen? A është qasje me seriozitet dhe me sinqeritet që nga kërkesa deri te përgjigja? Nuk mund na me thonë që është jo serioze propozimi i zotit Abdiqikut për Vjosën kryetare, presidentet dhe për 5 vjetarshme. Ndoshta ka lojna që unë nuk i di për arsye se nuk jam shumë i thellë në ato struktura që di pak më shumë me sasi, po unë do ta them një mendim timin të lirë. Në rast se Deli, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ja ka pru një zarf dhe në atë zarf të mbyllur, decidisht, ju ka thonë qenë kur të largohuna unë, kur të shkoj unë, dhe ka qenë, ka dalë presidentja Atifeta Jahjaga, të cilën prej këtu të respektoj dhe e vlerësoj për punën që e ka kryer. Ndërsa para disa vite ka ardhur një letër nga presidenti Donald Trump, i cili decidivisht nuk është mo letër e mbyllur, po është letër e hapur, që don bashkëpunimin vetëm me Vjosa Osmanin, sekretare e Kosovës. Prandaj nëse don dikush me rrezikue ekzistencën edhe ashtu në luhaj tashmit, për shkak të këtyre rrethonave gjeopolitike që u krijuan, e para lufta në Ukrainë, e dyta lufta me Iranin atje, dhe ne dulem nga ajo
elipsa e interesit ose e urgjencave në Shtetet Bashkuara të Amerikës, prapë Trumpi u kujtu që të na qet ndërmend neve se kush duhet edhe çka duhet. Kur dihet se tani ka krijohet një renderi botëror, ky rreshtim i Vjosa Osmanit në bordin pasor, një shtet që nuk na njohin 5 vendet e Evropës. Nuk jemi antarë të Organizatës Kombëve të Bashkuara dhe të merr pjesë në atë bord edhe të merr edhe përgjegjësi edhe detyra që ne të çojmë forcën tonë në Gazë atje, nuk do të thotë pak vetëm ai njeri ose ai politikan që është i turbull të ndrum, nuk mundet me kuptu këtë situatë. Ta thonë veç edhe një asere të përmbylli. Thirrja e kryetarit qeverisë, zotit Kurti, nga ana e kryetarit Francës Macron, ka pas tendencë pozicionimit kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ashtu që në botë ashtu grup këta Merz, Anglia, Franca, thua që zoti Kurti, Gjermania, Spanja edhe edhe Italia. Thua që zoti Kurti kryeministrit pozicionohet ashtu? Që Vjosa Osmani, si kryetare e shtetit dhe përfaqësuese legjitime me kushtetut që e bartë përgjegjësinë për marrëdhënie me botën edhe me dialog me botën, pra politikën e jashtme, është haptas dhe pa e krivok në anën e Trumpit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo më duket, për thonë tash kështu sinqerisht, po më duket një inercion i vetëm i zotit, i presidentit historik Rugova, që në postulatin e tij të fundit, thot gjithmonë të jemi në misi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tu e ditë se me vetdije ka thonë se ai ka mujt me thonë për shembull me Evropën, ose me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, ose me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën, po as se përmend Evropën, as përpara, as përmapa, po thot decidivisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj unë mendoj se duhet të jenë të matur, duhet të jenë me kokë të ftoftë, për arsye se bota dhe gjeopolitika është në luhaj, nuk e dihet se ka po shkollë. Prandaj ky pozicionim ma përjeton Antontën e madhe dhe Antontën e vogël në luftën e dy botërore dhe pjesën e bllokut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Sovjetik, bashkë edhe Anglinë kundër nazizmit që u rreshton. Kush janë në këtë palë, kush janë në atë palë? Të flasim me emra konkret, sepse përmendet zotin kryeministrin Kurti. Është ai kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ashtu tingëlloi mënyrën se si. Jo, definitivisht. Na përkufizo me emra që ta kuptojmë qartë mendimin. Po, definitivisht. Po them, ajo s'ka po shihet. Po. Trumpi, se une në Zvicër e kemi pa në Davos, ajo thymja, ajo qamja e këtij triumvirati, kështu ta quaj, në mes të Vjosa Osmanit dhe asi, është bo në Davos, përfundimisht. Kur Trumpi nuk ka dashur me bisedue, fare me e ka qitë jashtë agjencës takimit me Trumpin, e ka marrë Vjosën. A e ka kupton? Tash po shihet, nuk e thret kryetari kryetaren, po e thret kryetari kryeministrin. E kryeministri Macroni është në një lini me rezistencë shumë të madhe ndaj politikave të Trumpit. Edhe tash do me bo një aleancë, mos me metë edhe Kosova, se vetëm 2 shtete për Evropë kanë marrë pjesën këtë bordin asi. Ka marrë Vjosa Osmani dhe ka marrë pjesë Shqipënia me Ramën. Mirë. Duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi shumë të kujdesshëm. E qartë, a ka gjasa që Vjosa Osmani vërtet të jetë kandidate serioze dhe e votuar për një mandat, duke ditur se kishin mundësi ta propozonin që në fillim, e të mos vije puna që LDK-ja ta propozoj tash? Po, ndoshta edhe ju jeni ndjeni që deri 2-3 javë ose hajde ta thonë 1 muaj përpara, kandidate pa kontestueshme ka qenë dhe të gjithë kemi qenë të përgatitur që Vjosa Osmani të jetë kandidate për kryetare. Edhe tash më thoj ashtu e pa kontestueshme. Mirë, po çka ka ndodhur, asi po shihet këtu gjana që asi.
për një kohë përpara, kryeministri ka qenë i anashkaluar nga kancellaritë evropiane. Dhe takimet e nalta për çdo gjë ose pyet vetëm kryetari i shtetit Vjosa Osmani, e cila e ka kredibilitetin e pakontestueshëm, qoftë në kancellaritë evropiane ende dhe qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj na duhet jemi të kujdesshëm çka mundem të bëjmë. Unë mendoj edhe një gjë. Një president e pakontestueshme nuk është ai që nuk sfidohet. Duhet me u sfidu, ajo duhet me hyjë në për këtë filtrin e debatit politik dhe debatit institucional, sepse ka bërë një kryetar i cili plotson disa kriteriume dhe disa kushte që janë të domosdoshme për zhvillimin edhe për funksionimin e shtetit. Nëse kjo sfidë, unë nuk e njoh një kryetare ose një kryetar që nuk i nënshtrohet kësaj sfide dhe nga ajo sfidë del si fitues. Prandaj këtu nëse del nga kjo sfidë si fitues, atëherë ajo e ka kredibilitetin edhe e ka, që të thonë, atë vlerësimin edhe ka përshtatshmërinë për mesjen, ose bëhet si alternativa më e përshtatshme për me udhëheq shtetin. Sepse njerëz përkrim nuk ka. E qartë. Ju përmendët zonin Gërvalla Shfarc, por nuk e përmendët bashkëkryetarin Faton Peci. Kujtoj se pas zgjedhjeve lokale, zoti Peci si kryetari i Mitrovicës ka qenë i pari i vizituar nga presidentja Osmani. Madje ka qenë edhe fotografia që u bë virale, u bë famshme me perecat e njohura të Mitrovicës. Po s'kemi dëgjuar ndonjë fjalë të zotit Peci për çështjen e presidentës. Në anën tjetër, po. Në anën tjetër ka zëra këtu në Prishtinë se zoti Peci, si ish ministër i bujqësisë, dyshohet për mundësi që të hulumtohet nga prokuroria. A mund të jenë këto çështje ato që ndalojnë, apo ka ndonjë çështje tjetër që ndalon zotin Peci që të mos flas, të mos jap një mendim në lidhje me mikën e tij, presidenten Osmani? Thonë të drejtën, niveli im intelektual nuk më lën që të manipuloj ose të thonë diçka që nuk di edhe nuk jam në ndjeni. Një gjë e di, që zoti Peci është zgjedhur kryetar i Mitrovicës dhe tash është i ngarkuar me punë edhe po ndëgjoj se ka vepron jashtëzakonisht mirë edhe me një potencial çfarë e ka treguar edhe si ministër i bujqësisë. Për këto asi lexova një ditë, sikur edhe ju sigurisht e dini që Peci është liruar nga aktakuza nga prokuroria, edhe merr mirë edhe e përuroj për ato. Që ka s'di, nuk di më shumë. E qartë. Po. A do të zgjidhet presidenta jo? Si? A zgjidhet presidentja jo? Shkurt, mendimi juaj. Zonja Osmani. Unë e thash... Deri nesër ka afat. Nuk po e thëm me atë absurditetin që nuk ka më të mirë në Kosovë. Mirë po nuk është koha që na të eksperimentojmë me një kryetar të ri, me dikon tjetër. Pra po lidhna me Trumpin edhe sjelljet e Trumpit në politikë botërore. E ka qitë në mbledhjen që ka pas një darkë, e ka qitë fuqisin, po shprehna kushtimisht jashta zhargonit tim intelektual, si që janë një jashtë. Edhe që në komi ka thonë, qitë ma një jashtë. Ndërsa e ka Zelenskin, që është një fuqi botnore, e shtëpit bardh, i ka thonë mos më hajde këtu si për rrugë, si rrugas. Dush më ardhë i veshu si ardhë nësi. E tash, që kjo letra që e ka që haptazi, jo të mbyllun, po haptaz, flet çdo gjë, edhe nuk du me komentu ma shumë, kush do që ta kupton, kush më zdan. E qartë, mirë. Nëse shkojmë në zgjedhje, se deri nesër është afati kushtetues, ku është diaspora? Duke ditur që në 2 palëzgjedhjet e fundit thuhet se ka votuar vetëvendosjen më shumë se të tjerat. Ku është diaspora tash? Është me vetëvendosjen sërish, apo është me Vjosën?
Jo, ndeshë, të tregoj një gjë tash. Nuk do të hyj se nuk jam ekzekut për me po asi. Jeni vetë në diasporë dhe keni kontakte, keni mendim politik, bisedoni me njerëzit. Kontakte edhe të bëshme. Po. Edhe si mjek, edhe si kosovar, edhe si humanist, edhe si tash edhe si aktivist politik, edhe i Lidhjes Demokratike dikur, tash edhe i Guxos, kom mjaft kontakte asi. Nuk e ka mo qartë po e thonë. Po anue ashtu. Nuk e ka mo votën dhe mbështetjen e diasporës si kur ka pas para këtyre zgjedhjeve. Për arsye se orientimi i gati të gjithë, neve që jetojmë e nasi, jemi mishru me një demokraci që është udhëhequr, edhe Evropa udhëheqet nga një demokraci amerikane, e lemo na. Prandaj, kujdes. Unë ju falenderoj shumë që ndatë kohën për ne, zoti Shala, vërtet kënaqësi. Faleminderit shumë edhe për juve, edhe me kënaqësi pres edhe herave tjera që të më thonin biseda për. Faleminderit shumë. Kënaqësi për mua që folëm bashkë.